Ne a punojmë për të jetuar, a jetojmë për të punuar? Ja, kjo është shumë pyetje. Mirë, punojmë për të jetuar. Unë mendoj që njerëz punojnë sipërfaqësisht, Po, është një farë këndvështrimi them. Veç sa mos më thonë, veç hajt, po, unë prap po lidha me atë pjesën e trajnimit, unë them që nëse dojmë me bo një punë të mirë, nëse na dojmë me qenë të respektuar shoqni, i kem me disa po, shembuj konkret, për të ndoj në një rast me një që më shëndetit t'i japi shumë rëndësi, me edhe mushim, edhe me ushtrime, edhe një herë një javë shkoj pishinë me në tu, me Veroni isha me djalin tem, ai ishte me trajner për me në tu në mënyrë profesionale, edhe po më përshëndet një herë njëri, një herë, dy herë, tre herë, më vike kje se s'më kujtoj kje kush është, po, përshëndetje, po, të nisë përshëndetje, thosh. Edhe një ditë po më zënë në fund pishinës, tha, të nisë, çabone, e mirë si e, thosh, që ti çabone si e, thash, që ki punë, tha, po që e beson, mos më thonë, këtu s'bën, këtu keq, këtu katastrofë, mu e nisi me meritu fort atje. po.